Republika Srpska edhe me dosh më bon, nuk e lojmë na. Shteti. Na kemë ushtëri. Po. Të regull tash, kemë polici të regull. Institucione. Vallaj ushtëri më të fort, e polici më të fort në Ballkan. Bravo, bravo. Seriozisht. Ashtu. Seriozisht. A di me sa matëm na me Serbinë? Një ushtari ju, një 10 ata. 15.000 forca i kemë në armë. Që për 24 orë janë asi. Peshadia, i kanë thonë për para Peshadi, kam mësuar, kur Serbia sënin? Kur? Sënin? Garantoj. Se unë e kom hartu që aty kushtetutit. Që aty e kom pash. Po, që aty e kom hartu kushtetutit se mu milon gjithmonë punë të shtira. Shok, gjithë mi kalon punë më të rënda. Unë e kom hartu. Dhe ishi këtë në kom të Arushës që kalon dorë. Po, gjithë mu milon. Që atë në kushtetutit edhe ty. Po, gjithë milon. Edhe unë e kom hartu, kushtetutit e kom hartu. Që shka kom hartu? Ushtrien, policien, AKI-in, aviacionin, edhe gjendjen e jashtëzakonshme, ku të bëhat shtirë. A di pse? Pasha zodhe kërkush se ka marë. Se mi korë 21 që ka marë përsi për këtë? Ja, unë i mba kryetari që saj. Gjithë jeta më ka shku me senet shtira, edhe kur s'kom lyp punë, gjithë më kanë gjithë shok. Veç kom qunë me gjithë, ki me shku që tu. Edhe kur se ke shkel kushtetutën, që to tonën. Nëse vetë. As ligjas kushtetut, as heq. Edhe, veç këmë që më ka thonë, që tu ki me shku. Po, për hajko. A është për Kosovë, po, hec. Që qështu më ka ndodhë, tonë jetën. Qështu më ka ndodhë. Edhe, dhe më thonë, se e di që të punën e ushtërisë, e qëtyne të sigurisë, e di bukur shumë, dhe se situatë ata ka imponu, jeta, në kënej. Kështu që e kemë ushtërinë e fort, e kemë policinë e fort, kur Serbia nuk u zërme hi. Bravo. Pa të garantoj. Bravo, qashtu. Pa të garantoj, i s'pe thonë përrod, po pe thonë përrod më të madhe. A për ajrë, tashti e ka morë për ajrë, e ka morë Shqipnia, di që i bom dhe farë marveshje. Që tasha, njerë që morë Shqipnia, Kroacia. Ata është marveshje shumë rëndësishme. Po punë të rëndësishme në Kosovë nuk i bojmë të rëndësishme. E kanë kritiku diko shetë. E kanë kritiku Serbia shumë. A di shka kanë detyra ata? Me në mbrojtarin, pjarin. Sheshe. Jemi në regull. Prof, e qysh i kemë raportet me konë? Me Ameriken. Me Ameriken. Një televizor ka thënë, ja janë ftofe, ja janë cbe, janë mërdhije, qysh i ti e di ma mirë, si je qatu të veni. Qysh i kemë raportet me Shebao? Që ta shqipkojnë, 30 ditë im konë Amerikë. O, dhe, për shta, po ta, qysh i kemë raporten? Qërë, administrata amerikane e dënë popullin tonë. Nuk ndryshën. Pa morë parasysh të të president. Ja, ndryshën. E dënë popullin tonë. E dënë si popull. Edhe populli jonë e dënë Amerikën. Si popull. A ke kështu? Tash, me pushtetin, ata kanë një referencë në aqujnë. Qa me thonë? Këtë vjen një Amerikan këtu për me folë, nuk e thirë popullin të Nën Tereza të Skënderbeu me thirë, po shkon të kërministri, se përfason popullin. Për shkak se neve na dojnë, edhe kanë respekt. Edhe shumë interesant, se unë nuk më vetë më ka interesu, pse kanë kështu. A di që më kanë thonë? Vetë që i keni rujt gjuhën, flamurin, kapuqin, i keni rujt traditat, jeni populli fort, për këtë arsye na ju dojmë edhe përkrahëm. Asë një interes nuk kem tjetër, asë ekonomik, asë që ka diçka një kërgjveqë. Veç për shta. E me Evropën që shikim po? Evropa... Ka farë sankcione, po na përmenin dhe shka na i kanë qite, s'na i kanë qite. A kem sankcione, a ju në Kosovë? Evropa nuk është për me zgjidhë problemet kombëtare. Evropa është për me të zgjidhë problemet ekonomike, financiare. Problemin kombëtar, shqiptar, e zgjidhë vetëm Amerika. Ma mirë më lidhë me Amerikë, Evropa ko ka për ekonomi. Na jemi Evropë. Na jemi Evropë, geografikisht. Edhe rasi e bardhë, rasi e hishme, populli ma hishme i në Balkan, në Evropë. Dhe me thonë, nuk na mungon kërgjo. Po vishë këvënohëm ka herë me menu. A di kem pak problem. Nuk menojmë kur duhet. Ose shkojmë pak për para, ose pak për masë. Jo bashkë kur duhet. Jo bashkë të pika. Bashkë që tu kem problem. Po, qashtë të stagnojmë ka herë. Stagnojmë që aty. Për ndryshën regull jem. E me nonën Shqipëri, qysh i kem raportet si Kosovë? Qysh e sheti? Me nonën Shqipëri i kem raport shumë mirë. E kem mbështet, mas Amerikës e kem nonën Shqipëni. Mbështet në zhvillimin e shtetit Kosovës, sidomos në sigurinë e vendit tonë. Me Maqedoninë Veriore? Maqedoninë Veriore, ata djemë të më thonë që në konë për shtet Ali Ahmeti, ata shokë tonë të luftës e të burgjë, në konë burrat mirë, që tash o të lovit pak. U pështjel pak, a? U pështjel pak, po këta e në bukur artificial.
Senet artificiale që nuk zgasin shumë. A ka ndryshu në isen të shqiptarët ardhja e këtij pushteti? Ja, ka ndryshu pak negativisht. Ka ndryshu, po këta nuk mujnë me majtë, folëm apet, nuk mujnë me majtë shumë se nuk janë natural. Jo, bre. Nuk janë natural, diqysh, si për mahi, a vëtën, shteti do në perimet, shteti do në pas burrat shtetit. Nuk bën hajgare me shtetin. Jo. Këtë janë si për mahi, se është demokracia, se demokracia ti bjenë në pushtetën njerëz për mahi. Demokraci është e fjallë e ronë, vishë dy bëdall ta mujnë një të meqëm. Vishë që ndurën edhe... Ta po kryu, valla, vishë për ta shesh o aprovu. Po aprovu. A kupton, është një farë, demokracia është një farë, dhe më thonë, numër. Demokracia është numër, është procedur. Edhe kështu që ndojnë të sane, po është demokraci, po shteti shkon e vjen, vinë për me udhet shtetin, si të ata të rona, duhet me pas burë shteti. Prof, Fatmir Lima, po shkon koalicion, apo të gjo? Jo, mërë. Jo, a? Ja, Fatmir nuk dohet për ju që kësë. Pse pa dhu? Jo, mërë qarë. Prof, qyshe she procesin... Fatmir u lider politik, është ushtarak, është idinaj. Prof, qyshe she procesin bashkë luftetarëve tu, të shokëve tu në Hagë? është një proces që është dasht me ndodhë. është një sakrificë. Na kujmi ka atë herën në burg, na kanë marrë, s'na kanë vetë. E kjo është një përparësi se i kanë vetë kur i kanë marrë, edhe kanë shku në mënyrë vullnetare. Jënë burgosit e fundit politik të Republikës Kosovës. Qysh e she procesin? Qysh ka shku dhe tash? Si je jurist e she shumë mirë tjeri. Sa kemi mujt me pa, dhe më thonë, jënë shumë detaje, nuk ka shku shumë mirë. Nuk ka shku shumë mirë për ata që është të tjera, se ata jënë të edhon një farloj provimi, dhe më thonë, me sharu luftën përgjithësi, po lufta jonë ka qenë shërimtare, lufta për liri. Lufta për liri nuk duhet mu trajtu, po ne e trajtuam që jem kështu situatë se ka qenë një obligim shtetënor. Se është bëjë atje, është bëjë se na është dasht, çdo vend ku të bëhet lufta e bën gjykatën vend vetin. Po. Na s'kemi pas mundësi, për shkak të tyne raporteve që kemi shumë të njofshëm, për shembull, mëna 5 minuta dalëm të njofshëm, unë e ti. Ai se beb dalëm. Dalëm si beb. Po kry dikon dalëm. Edhe për çet punë e me kry çat obligim ndërkombëtar që është dasht që çto me bën. Ka qenë pak e zashme, po me vedije kanë bën. Shoku Hashimi, Kadria, kretu e kanë bën me vedije. Nuk ka thonë që ja erdhë kështu befasi, këtë me vedije kanë bën. Këtë me vedije është. Mu pas tërtu. Me krye që të fara obligimi, edhe kthehen kismet, nuk vënohen shumë me çto. Shteti apo ban eksen? Po shteti ka, domethënë në aspekti financiar, ata e kemi bën më herët. Domethënë buxhetin e kanë ata, edhe ju kanë nejtë gati, po jo në qatë shumë. Nuk i kanë nejtë shumë, është dashtë më shumë se shtetet tjera kanë bën më shumë, Kroacia e vendet tjera, të na jo forçën. Dhash zoti shumë shpejt kthehen në Kosovën tonë, sofrën tonë. Unë kam shumë bindje të thellë që po, edhe të lirë, dhe e kryejnë edhe një obligim kombëtar edhe kthehen.